Gjatë gjithë vitit, për sidomos në stinën e verës, kur dyert e shkollës janë mbyllur dhe fëmijët kanë nisur pushimet, shumë prindër sfidohen në përpjekjet e tyre për t'i larguar ata nga pajisjet elektronike dhe për t'i afruar më shumë me librat. Numri fëmijëve në bibliotekë gjatë muajve të verës rritet, pasi sektori me librat për fëmijë është i hapur, thot Luiza Ponoçi, punojëse e bibliotekës te këndi i fëmijëve. Ndodhemi në ambientet e bibliotekës së qytetit dhe pikërisht te sektori i fëmijëve. Është një sektor që është relativisht i ri, është rinovuar me libra dhe zëra të rinj. Është një sektor që frekuentohet nga fëmijët, duke përfshirë fëmijët e moshave nga klasa e parë gjë në klasën e 9. Jemi në sezon provimesh, në sezon kur ka mbaruar shkolla. Interesi i fëmijëve për librat është relativisht i kënaqshëm. Kjo shprehet, ose më saktë të themi, kjo duket tek vizitat që bëjnë fëmijët gjatë javës dhe kulmi i tyre arrin ditën e shtunë, ku fëmijët i marrin librat jo vetëm për t'i lexuar në shtëpi, por vinë studiojnë edhe në sallë. Zonja Ponoçi tregon edhe titujt e librave më të preferuar për fëmijët. Gjithashtu, vjen edhe me propozime për librat që ata mund të lexojnë. Këndi i fëmijëve është pasuruar me libra të rinj që janë dhuruar bibliotekës. Librat që të riqen më tepër janë librat fantastiko-shkencor, autorët e huaj, siç është libri i shkrimtarit Edmond de Amicis Zemër, ose Poliana Ritet dhe zëra të tjerë. Janë libra të rinj, të ardhur ishtas në bibliotekë. Kemi pasur një bashkëpunim shumë të mirë edhe me shoqata, me dhurues, me dashamirës të librit, që kanë dhuruar libra për fëmijët. Numri është në rritje, edhe pse ka mbaruar shkolla, interesi për librin është, fëmijët vinë dhe mund të themi se prurjet janë disi pak më të larta se sa kur fëmijët ishin në shkollë. Jemi të kënaqur sepse në këtë aspekt fëmijët largohen, qëndrojnë larg internetit, qëndrojnë larg telefonit dhe kur e prekin librin me dorë janë më të kënaqur. Moshat që preferojnë më tepër bibliotekën janë nxënësit e klasave të 7-ta, të 8-ta, sepse përgatiten për provimet e lirimit, të ndihmuar dhe nga mësuesit e gjuhës dhe letërsisë, të cilët ju kanë dhënë një program dhe ne përpiqemi që atë program t'ju gjejmë ato libra që ata të jenë të gatshëm për provimet në sezonin e ardhshëm shkollor. Ajo inkurajon fëmijët të lexojnë sa më shumë, sepse librat janë dituri dhe një mundësi e mirë për të zhytur në botën e aventurave. Një mesazh që do t'ju jepja fëmijëve është ky: lexoni sa më shumë, sepse libri është dituri. Ashtu siç e kemi theksuar edhe tek këndi jon, ku themi libri ndriçon mendjet, mendjet ndryshojnë botën.